Sa herë, mane men, që do po jap kështu, po e konsideroj si këshillë më të rëndësishme. Sa herë që do, si shpejt me ndreq raportin me Allahun, realizoj që këtë formulë. Shembull ki gabu, të ka mujt shejtani, ki rona i mëkat, ki rona i gaflet. Do si shpejt me ndreq gjendjen e fetarisë, praktikoj që këtë. Nuk ka njeri që e ban që këtë, një ditë, 2, 3, 4, ose nëse e kthen në program tjetës, ose e kthen në vazhdimsi si dëshirë. Nuk ka rast që ti do me e kthy raportin edhe me ndreq me Allahun azza wa xal. Po do me ndreq pak më shpejt, nuk ka formulë më shpejt se kjo shtatje. Mu vetmu me Allahun, në pjesën e tretë natës, me komuniku me Allahun subhanahu wa taala, me lezu fjalën Allahut azza wa xal, me nej para Allahut subhanahu wa taala, me koncentrim me zemër të përulur, edhe me pas domethënë përpara Allahut subhanahu wa taala shpërfaqjen e edukatës që çashtu do të mos sill para Allahut te barekuta, edhe në fund me bëj istighfar. Praktikone që ta më shpesh në jetë, keni me pa domethënë çfarë madhështie ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Madje kanë thonë dietarët që kjo formula më e madhe që ta shton dashnin për Allahun. Ka dhikr, ka Kur'an, ka vetmim, ka ta'abbud, ka ubudie, ka ta'addub. Këtë formula është, a kjo mund ta dy sa mendoj vllazni? 5 minuta 10. Ku ta analizojsh, për shembull, mund të sabaj hip ora 5 fjala bie, ti çosh baki 15 në 5. Thjesht domthon kemë marr një avdes, sa kemë bërë 70 minuta. Amo gjithçka çka mundesh me menu. Qysh me ta ashtu dashnin nga Allah subhanahu wa taala realizohet mrekullisht në një periudhë shumë të shkurtë, edhe domthon me një rezultat shumë të shpejtë, e aq më tepër që do të më pas konsiderat. Zakonisht kur përmendet pjesa e tretë e notës, përmendet me fokus të jashtëzakonshëm ideja që pranon lutjet. Sigur që e përmendëm te ligjrata e nuzulit ku e përmendëm që esenca ka të bëjë me pranimin e lutjes. Edhe kjo krejtësisht e saktë. Mirë, po merrni prej sonte. Edhe nëse nuk e ki kush nuk ka, po edhe nëse nuk e keni lutje që të ugut sot e nesër të më pranohet, apo? Thjesht zgjohu për me shtu dashnin. Don, shembull, mendon ti kisha fletë edhe një 10 minuta më shumë, edhe një 20 minuta më shumë. Mendoj që ketë edhe një 15 minuta 20. Çfarë mund të bëjmë investim me të shtu dashnia për Allahun subhanallahu teala? Edhe shteti pjesë e realitetit tan, pjesë e verdit tan, pjesë e programit tan, me çka ide. Se e kom provu, një 3 muaj e kom bë fjala bie për shembull. Edhe thu, subhanallah, tjetër përjetim kom pas në për të Allahun. Tjetër shqim të fetaris, tjetër ndjenjë kom pas kërë kom lezu Kur'anin, tjetër e hupi këtë, fetaria nis me kalu shumë në një trup pa shpyrt, po jo ndoshta me një diçka çka do të thonë shumë e shija.